Në mbar botën tashmë kompanitë po hyjnë me shpejtësi në tregun e Bitcoin, edhe pse nuk kanë asnjë lidhje me kriptomonedhat. Ata po ndjekin një strategji që deri më tani ka sjellë rritje të jashtëzakonshme në çmimet e aksioneve që blejnë Bitcoin dhe mbajnë si pasuri në bilancet e tyre. Gjatë vitit të fundit, numri i kompanive që mbajnë Bitcoin është rritur me afro 170%, sipas të dhënave nga Bitcoin Tracers Net. Rreth 130 kompani të listuara në bursë zotërojnë aktualisht Bitcoin me vlerë rreth $87 miliard, ose 3.2% të totalit që do ekzistonte ndonjëherë. Miliarderi Michael Saylor, i cili e ktheu kompaninë MicroStrategy në një makinë të blerjes së Bitcoin, ka theksuar se vlerat e tregut të kësaj kompanie sot janë $100 miliard, më shumë se sa vlerat e vet Bitcoin që ajo mban. Modeli i tij është ndjekur tashmë nga kompanitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Japoni, Francë dhe së fundmi edhe nga kompanitë mediatike të familjes së presidentit amerikan Donald Trump, që kërkon të përfitojë nga premtimi i Trumpit për të bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryeqendër globale e kriptos. Disa kompani shesin aksiona apo marrin borxhe për të blerë Bitcoin, të tjerë e mbajnë thjesht si pjesë të strategjisë financiare, duke patur edhe aktivitete të tjera parsorë. Për shumë prej tyre, vlera në treg është shumë më e lartë se vlera reale e kriptomonedhës, që zotërojnë një besim nga investitorët se këto kompani mund të vazhdojnë të mbledhin para dhe të blejnë më shumë Bitcoin, duke ngritur çmimin e aksioneve dhe duke hyrë në një cikël që disa e quajnë defekti i parave pafund. Por kjo strategji nuk është testuar ende në një krizë të zgjatur të çmimit të Bitcoin. Nëse ndodh një rënje e madhe dhe afatgjat, kompani që kanë marrë borxh për të blerë Bitcoin mund të përballen me vështirësi. Në Japoni, Metaplanet, dikur një kompani ndërtimi hotelesh, është kthyer plotësisht në një kompani Bitcoin First, në synimin për të zotëruar 210.000 Bitcoin deri në vitin 2027. Kjo garë globale për të grumbulluar Bitcoin po ndez jo vetëm bursat, por edhe debat mbi stabilitetin financiar të këtyre kompanive.